Berati, qyteti ikonik. Njihet si qyteti i 1001 dritareve, për shkak të shtëpive tradicionale që shkëlqejnë pikodër. Me një histori mbi 2400 vjeçare, Berati është një dëshmi e gjallë e kohës. Trashëgimi botërore UNESCO. Që nga viti 2008, Berati është pjesë e trashëgimisë botërore UNESCO, duke vlerësuar arkitekturën e tij unike otomane dhe ndërthurjen e kulturave. Këtu ndërthuren bukur stili ballkanik me elemente antike. Lagjet historike majestuese. Vizitoni lagjet Mangalem dhe Gorica, ndara nga lumi Osum dhe të lidhura nga ura e Goricës. Këto lagje janë thelbi i pamjes së dritareve dhe shtëpive karakteristike. Kalaja mbi qytet. Kalaja e Beratit, e ndërtuar kryesisht në shekullin e 13, është ende e banuar. Brenda mureve të saj gjenden kisha bizantine, xhami osmane dhe muzeu kombëtar Onufri. Një mozaik kulturash. Berati shërben si një shembull i shkëlqyer i bashkëjetesës fetare dhe kulturore. Kisha dhe xhamia qëndrojnë pranë njëra tjetrës, duke dëshmuar tolerancën shekullore. Ky harmoni pasuron identitetin e qytetit. Pse vizitoni Beratin? Përjetoni historinë e gjallë, arkitekturën bresenlëndse dhe mikpritjen e ngrohtë. Berati ofron një udhëtim të paharrueshëm në zemrën e trashëgimisë shqiptare. Berati, qyteti ikonik. Njihet si qyteti i 1001 dritare.